Pra, a je mohoj kiametin, i mohoj begatit Allah të Azzawajal, edhe kështu Allahu ja asgjësoj të gjitha ato begatit dhe të mira prej kopshteve ku mbeten të shkatëruara. Hamendësimi se begatit e Zotit nuk zhduken kur. Hamendësimi se pasuria nuk zhduket kur. Hamendësimi se gjithmonë do t'jesh me famë dhe pushtet. Hamendësimi se gjithmonë do t'jesh i pasur. Kurse, në qoftë se je kryelar dhe mendje madh, Allah Azza wa Jall ka mësi për një ditë të asgjësoj gjitha. Sikurse që Allah Azza wa Jall përmend shembullin e atij personit i cili kishte 2 kopshte. Wadrib lahum mathala ar-rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab. Përkujto ti shembullin e atyre 2 personave që njërit prej tyre ja kishin dhënë 2 kopshte. Atëherë Allah Azza wa Jall e begatoi me këto kopshte prej palmave të hurmave dhe sjellte bereqet dhe fruta të shumtë dhe prej tokën nxjerrte Allah Azza wa Jall bereqet madh në këto 2 kopshtet e tij. Por ja që u bë kryelar dhe mendje madh dhe i refuzoi begatit Allahut Azza wa Jall, andaj çka tha? Tha, unë nuk mendoj se kjo do të shkatërrohet ndonjëherë. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima. Dhe nuk mendoj që ora kiametit ka me ardhur ndonjëherë. E në qoftë se do të më kthejnë te Zoti im, sigurisht që ka me gjetë në vend edhe më të mirë se sa ky që e kam. Pra, a je mohoj kiametin, i mohoj begatit Allah të Azza wa Jall, edhe kështu Allahu ja asgjësoj të gjitha ato begatit dhe të mira prej kopshteve ku mbeten të shkatëruara. Andaj, mos harro. Padrejtësia dhe mendjemasia që ke mundësi me bani jetën e kësaj bote, ti asgjëson të gjitha pushtetet, ti asgjëson të gjitha pasurit, ti asgjëson të gjitha famat të cilat mund të kesh në jetën e kësaj bote.